Ky emision u mundsua nga Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Gati një vit e gjysmë prej se unë e Visari e bëjmë këtë emision, e prodhojmë këtë emision VV Show, thuj se diskutojmë temën e njëjtë, zgjedhjet. A ndërtohen institucionet apo jo? A hyn LDK-ja apo jo? A hyn PDK-ja apo jo? Megjithatë, tash ka një problem edhe më të madh, që kushtozon krijimin e institucioneve pavarësisht vullnetit të Lumir Abdixhikut, Vjosa Osmanit, Albin Kurtit. Është iniciativa për shkarkimin e kryetarit të LDK-s. Dhe në momentin që ka probleme në LDK, po duket që ka probleme në krejt Kosovën. Ndonse me numra nuk është mirë, në përqindje nuk është mirë. Pesha e saj vazhdon me qenë e rëndë, me qenë e madhe, dhe me kurzu krijimin e institucioneve. Visari Meri një ma mirë se une, ka punu me ta, ka qenë në vetëvendosje, ka qenë kryetari i vetëvendosjes dhe ka bashkëpunu një kohë të gjatë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë natyrisht kam qenë gjithmonë jashtë. Visar, mirëmbrëma. Pse kur ka problem LDK-ja, ka problem Kosova? Po, tash Lidhja Demokratike e Kosovës është parti e cila historikisht do të thosha ka qenë strumbullar i gati se secili zhvillim politik në Kosovë. Natyrisht që me vota ka lëviz, ka qenë fillimisht e para kur ishte Ibrahim Rugova presidenti historik gjallë, pastaj ka rënë vendin e dytë për një kohë gjatë, pastaj vendin e tretë, vendin e dytë është më rallë, mirë, po e ka pas edhe përvojën edhe, si të them kështu, namin partijak, që ka qenë e pasaventësueshme. Po ashtu unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës është atraktive si parti për këtë që do me bo koalicion për shkak të sjelljes së saj institucionale dhe konstruktive në secilin rast. Nga një herë ajo edhe është keq kuptuar, nga një herë ajo edhe ka ndëshkuar, mirë, për Lidhja Demokratike e Kosovës e ka marrë këtë për një kohë gjatë mendoj në interesin e shtetit përmbi çdo gjë tjetër. Edhe na kujtohen edhe situatat kur Lidhja Demokratike e Kosovës kishte shkaktuar edhe procese tërmete politike, për shembull me Tazëm herën e fundit me daljen nga koalicioni me lëvizjen vetëvendosje, po në të cilën prap duke pas parasysh potencialisht ndëshkimin e ka mbrojt interesin e vendit ose ka bërë veprimin për interesin e vendit. Tash kjo që po ndodh Lidhja Demokratike e Kosovës këtu, unë nuk mendoj që është vetëm për shkak të rrethonave aktuale, unë mendoj që ka një historik të pakënaqësisë në rritje të Lidhjes Demokratike të Kosovës, cila është pakënaqësi me një farë mënyrën që po dojnë me e perceptuar dhe vendos Lidhjen Demokratike të Kosovës si një lloj partije vleras cilës është ekskluzivisht bashkëpunimi me tjerët. Pra keni pa që është vendosin, domethënë këta kryesisht ata që e përkrahen kryetarin aktual Lumir Abdixhikun, thonë që një grupi i LDK-s janë për me bo koalicion me vetëvendosin, ky grupi tjetër janë për me majt PDK-n në bashkëpunim me LDK-n bashkëpunim me PDK-n. Edhe këta, mbas edhe pa vetëdijshëm, janë ata të cilët duke pretenduar që e mbrojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës, nuk shohin LDK në spari. Domethënë vlera e LDK-s sipas tyre është vetëm në raport me kë bashkëpunon. Dhe për ta bashkëpunimi me vetëvendosin e më i mirë me PDK-n. Spari, një farnusje e lakmume prej shumë. Farnusje e lakmume për e cila në vete nuk ka vlerë. Pra si LDK nuk ka vlerë. Pastaj, ata që thonë që du të mu bo me vetëvendosin, vlera i rritet kur bot me vetëvendosin, ta tjerë nëse rritet me PDK-n, vlera i rritet nëse rritet me PDK-n. Kjo nuk është e vërtetë. Për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka qenë kur e as nuk duhet me qenë si e tillë. Për njërin anë, unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës s'e ka rastin edhe pse nuk është përgjithësi e saj, po e ka rastin me dëshmu që në fakt bashkëpunimi në politik nuk është mëkat. Me këm bashkëpunon dhe për çka bashkëpunon, pastaj janë tema tjera. Po bashkëpunimi në vete nuk është gjë e keqe. Dhe e dyta, bashkëpunime që i ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës në politik nuk kanë qenë të dëmshme për vendin, apo jo? I kanë sjell dobi vendit. Ka pas edhe gabime, ka pas edhe të metra, natyrisht s'po i përjashtoj ato. Po kohën kur ka qeverisë Lidhja Demokratike e Kosovës, kuptimi kur ka pas kryeministrin, nuk janë kohë të këqija për Kosovën. Jo. Nëse ndalemi dhe analizojmë si qeverisë po flas. Jo. Tjetër gjë pastaj. Përkundrazi, Isa Mustafa për momentet i pa përsëritshëm. Deri tash.
Isa Mustafa Qoftë si kryeministër, qoftë si kryetari i Prishtinës. Qeverisja e Isa Mustafës fatkeqësisht sot lexohet vetëm nga perspektiva e protestës të organizuar nga ne atëherë. Apo jo? Gazi Lëçelse kështu me radhë. Pra nuk analizohet qeverisja si e tillë, e cila i ka shumë vendime, veçanërisht në raport me politikat fiskale në Kosovë, dobinë të cilave na shohim edhe sot. Po. Domethënë edhe sot kësaj ditë na Dhe që 6 vjet nuk ka ndërhy qeveria Kurti me prek asnjë. Madje as kritik s'ka për atë. Po. Dhe në këtë drejtim mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka dëshmuar që në qeverisje është krijon një stabilitet të nevojshëm për politika strategjike afatgjata veçanërisht në ekonomi. E ke vrejtë edhe një gjë Visar? Kur Tazam LDK-ja ka qenë në pushtet, veçanërisht Abdullah Hoti kryeministër, 9 muaj asaj zgjati ajo, edhe njerëzit ishin qetë krejt. Nuk ishte gjuhë të ranë, nuk ishte kërcënime, nuk ishte fymje kaq të mëdha në rrjetet sociale. Diqysh tu e pa Abdullah Hotin si kryeministër i qetë, i urtë, edhe tensioni, edhe gjakrat e njerëzve, qytetarëve këtij vendi ishin, si me thonë, më të ulën. Pra kishte një lloj urtësie të përgjithshme. Kur e kin kry, dikon trend, mos ani tranohen krejt, çmenden krejt. Dhe na po jetojmë në një 6 vjeçar çmendurie, Visar. E për mua është ma problematike se si mundën me qenë kaq çmendur derisa e kanë pushtetin. I kuptoj kur janë në opozitë. Edhe përdor agresivitetin për ta marrë pushtetin. E kuptueshme deri dikon. Ndonë se nuk pajtohem unë. Por kam përdor metodat e tilla plot tjerë, Hitleri për shembull. Por kur jem pushtet, pse dush me qenë agresiv me dikën që është i urtë? Pse përdoret kjo? Po që tash këtu na unë mendoj që duhet me bëni vin darsë dhe shumë mirë që e përmendën këto, se desha më fol pak për çit. Duhet me bëni vin darsë në mes të nuk po flas për programet edhe ideologjitë e partive politike, por po flas për karakterin e sjelljes politike të partive politike. Do tash ti kish shumicën e partive politike, të cilat e kërkojnë një lloj normaliteti. Sepse në normalitet pastaj ti mundesh me qeverisë. Dhe keni parti politike. Mundesh me qeverisë dhe me ofru program. Edhe njerëzit me lexue, me dëgjuar. Edhe me zbatuar ato që ti mendon që janë të mira, kanë të mira, pastaj mundna me diskutu, po ti mendon që çto vendime, për shkak që ka menduar Isa Mustafa, çka menduar Hashim Thaçi kur ka qenë kryeminist e dorën zemër, domethënë ai ka menduar që ndërtimi, investimi në infrastrukturë, autostradat janë ndihmë e madhe për ekonominë e Kosovës. Na mundna me hikur dona me analizuar ka qenë sa kanë qenë denj. Mos pa ajo ka qenë si me thonë kështu mendim zhvillimor. Pra ka qenë mendim e cila ka pas progresin e Kosovës në qendër. Tash ti mund me thonë, jo, ma mirë shkon të kish bën vend autostradave në një gjë tjetër. Dakord, mund të jetë ma mirë. Po nuk mundesh motivin me e vënë në diskutim. As nuk mundesh motivin e Isa Mustafës me e vënë në diskutim, edhe nëse nuk pajtohesh asë me politikat e tij. Për shembull, ka mujt që të ma mirë, të ma keq, po, dakord, këto janë diskutime të vlefshme. Mirë, po na sot jemi në një situatë në të cilën nuk kemi mo ide progresi. Jo që nuk kemi projekte që na çojnë deri te ajo ideja, se kemi as ide në progresit. Pra po them, partitë politike në Kosovë janë identifiku deri te vetëvendosja me idenë zhvillimore dhe të progresit. Edhe kur ja kanë huq, e kanë pas këtë qëllim. Ja huq, po gabime së cili. Tash na kemi në partitë më të mëdha në vend, e cila idenë e progresit e ka myt. Na sot nuk mendojmë për progresin më. Ne nuk flasim, o të ke përmend në një moment në Rubikon, pritjet edhe ambicjet. Ne nuk kemi më ide të progresit. Edhe kur nuk ke ide të progresit, pastaj as nuk mundesh me i vlerësu fort politikat edhe projektet, edhe kur janë të mira. Dhe e dyta, çto që e përmendë që është shumë e rëndësishme. Ne sot e kemi një parti politike e cila rehatia ose stabiliteti i pengon. Se në stabilitet ti dush me fol pastaj për çdo politika. Për shembull, pse ta zëm haqë për krahasoj me Isa Mustafa? Pse Isa Mustafa ka pas nevojë për stabilitet, është që ka dashur me i diskutu politikat e veta fiskale, ekonomike, vendime të kështu me radhë dhe me pa vlerën e tyre. Po supozoj që nuk e dia, nuk e ka thonë këta, po supozoj që kjo i kish konvenuar atij. Po natyrisht se ke qenë kundërshtar i tij asë kohë. Po them atë një kryeministri që punon diçka, ka qef me pas rahat në mënyrë që puna e tij mu pa. Një kryeministri që s'punon kur gjë, ka qef me pas mos rahati që mos mu pa mos puna e tij. Asë kohë Visar ti ke qenë kundërshtar i kryesori i
Isa Mustafa, se ke qenë kryetari i vetëvendosjes. Për çështje tjera. Po, natyrisht po. Të cilat po ashtu mendoj që kanë qenë egzagerimet tona. Po sigurisht, po ka qenë Isa Mustafa kryeministër në koalicion me PDK-n, me Arshim Thaqin, dhe ka qenë vetëvendosjen krye me ty. Pra ky ka qenë ballafaqimi. Partia më e madhe opozitore. Partia më e madhe. Dhe natyrisht vetëvendosjen nuk i kalon as mundësi herëherë me punu, me zbatu këtë program për shkak të punës juaj, agresivitetit, ju si drejtuesi i vetëvendosjes. Njerëz mund me thonë, Visari ka qenë kukull, apo diçka e tillë, por megjithatë ti ke qenë kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes dhe je ballafaqur për çdo ditë me ta. Sot, se temën po e nxjerr. Sot, për kësaj perspektive, kur unë e ti jemi kolegë, jemi miq dhe flasim për një periudhë të caktuar, si e sheh veten në raport me Isa Mustafën dhe si është atë zhvillim të aso kohë prej këtij pozicioni tash. Që unë mendoj që protesta jone atëhershme, veçanërisht kundër asociacionit komunave me shumicë serbe, kishte me qenë e vlefshme, po t'ishte majt edhe po t'kishte qenë, domethënë, e suksesshme në arritjen e një rikonfigurimit të asociacionit që kishte me qenë më i dobishëm për Kosovë. Tash është më i dëmshëm asociacioni. Tash në retrospektiv ti mundesh me thonë që mbase më mirë pas ka qenë me zbatu atëherë se sa çka kemi marrë tash. E unë mendoj që më mirë me zbatu tash se sa çka kemi me marrë mas 5 vjetë, nëse refuzojmë tash, se trendi ka shku qështu. Ndërmjet si BE-s po thot Kosova po e zbaton, ka nis zbatimin. Ka nis zbatimin e marrëveshjes, po. E tash, se për çfarë unë e përmenda, pse për shembull, se tash veç edhe një gjë për të qeverisja Isa Mustafës. Protesta jon ka qenë për dy gjëra atëherë, për asociacionin dhe demarkacionin të dyja këto, domethënë, ka pas egzagerime nga ana jon. Egzagerime në kuptimin e keq kuptimeve të qëllimshme, kanë njerë dorë në zamër ka qenë mosdije, nuk do të më harru. Thjesht se kemi kuptuar procesin çysh dohet. A keni po të zëm ministrit, aktualisht ministri jashtëm atëherë kryetar Kuvendi, Glau Konjuca, i cili në moment thotë që do të m'ia dhoni merit të madh Isa Mustafës që e ka shti gjykatën kushtetuese në marrëveshjen e 2015. Mendoj që kjo për një me, jo vetëm që është, unë këto e ko marrë vesh ma vonë të rënëzem, jo vetëm që është shumë e dobishme për Kosovën, se që ajo në fund e pështoj procesin që u dërgun gjykatë kushtetuese atëherë, edhe gjykatë kushtetuese tha që ky asociacion është për shpërputhje me kushtetutën, po të zbatojke. Me gjas Isa Mustafa e ka ditë që ka të bo politikisht, por e ka shti një vegz aty, të llogaritë se që kjo e pështon krejt procesin edhe Kosovën. Isa Mustafa ja ka shtu peshën fort me ndajën e shtetësisë Kosovës, sepse ka shti Serbi me pranon gjykatën kushtetuese të Kosovës. Se kjo marrëveshje me Serbinë. Ne kena bo përmes ndërkombëtare, po është marrëveshje me Serbinë. Po. Edhe Isa Mustafa ka thonë këtë në rregull, po gjykata kushtetuese e jona e Kosovës do të më vlerësoj që Serbia ka pranuar. Apo? Që kjo është e vërteta. Po. Edhe që kjo pastaj ty ta kalon në dorë me vendos çfarë asociacioni po do me bëj me gjykatën tonë kushtetuese. Do të thonë siguri më të madhe. Dhe tash është lloj stil i negociatës. Negociata e mesme e bën çita që bën që ka bëj Isa Mustafa. Jo më shku kështu me thonë nas pranojmë kur gjë, sa i proces ti nuk mundesh bashkë me thonë nas pranojmë kur gjë, na e dim tën. Në momentin që ulesh tavolinë, po mund tash ky kryeministri aktual e asnjë sëraj tjetër s'ka më mujt me thonë unë spranoj kur gjë, mirë po me qenë vëmendshëm që me përdor disa detaje të mençura, të cilat pastaj ta japin kontrollin mbi procesin ty. Jo mendoj që e ka qenë aty. Dhe unë kam menduar që kjo ka qenë propozim i Bashkisë Ndërkombëtare. Në fakt ma vonë kam marrë vesh që në proces kjo ka qenë kërkesë e jona e miratuar nga Bashkia Ndërkombëtare, që pastaj kanë shtypur para, veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe si kërkesë e jona, aty pse pranu ka shlet nga Bashkia Ndërkombëtare, se ka qenë racionale e mesme edhe e rëndësishme. Dhe tash na kemi një proces tjetër negociator, të zhvilluar nga Albin Kurti, i cili neve na ka thonë unë s'pranoj kur gjë. Kujtohet që i çeke do 4 pika, do 5 pika, pja bojnë çdo, pja bojnë çdo, pja bojnë çdo. Në fund e ka pranuar marrëveshjen e orit. Për cilën na ka thonë dhe tash nuk e çon draftin në gjykatë kushtetuese. Për cilën na ka thonë që nuk ka marrëveshje se s'ka ndryshim. Dhe tash e pranoi Glau Konjuca në Dubrovnik me ato që e përmendet ti me Sorensenin, që në fakt është marrëveshje pa ndryshim dhe ja kemi nisë me zbatu. E tash e ki dy modele. E qëto me pas parasysh me ndërmjet qytetarët e Republikës së Kosovës. Një model i cili thot po më bojmë asociacionin edhe dërgojmë gjykatë kushtetuese, dhe një model tjetër i cili thot unë se bëj, edhe ja nis me bë pjesë pa e dërguar gjykatë kushtetuese.
Se zbatimi i marrëveshjes, mos të harrojmë që është shumë e rëndësishme. Qytetarët e Kosovës duhet me ditë kur ndërmjetësuesi thotë që marrëveshja ka nisur mu zbatu, po flas nga ana e Kosovës. Kosova veç asociacione duhet me zbatu marrëveshje. Sakt. Edhe marrëveshje me Kishën Ortodokse Serbe. Për me u kthy tash te tema që e nisëm. Pse në LDK janë dy grupe të cilat e sulmojnë njëna tjetrën? Njëna që e sulmon grupin iniciues për shkarkimin e zotit Abdi Gjiku, se gjoja jo jeni për PDK-n, që realisht do të ishte normale një parti opozitare me bashkëpunu me një parti opozitare dhe jo me pushtetin. Dhe grupi tjetër, që paka shumë e akuzon Lumir Abdi Gjikun, Vjosa Osmanin, që dojnë me çdo kusht pushtet me Albin Kurtin, dhe rrjedhimisht i bie që LDK-ja në pushtet me Albin Kurtin veç zhduket, asgjësohet, për shkak të fuqisë minore që mundet me pas në një bashkëqeverisje, ku nuk mundet me ndalë kur gjë. Dhe ku mas 1 muje, 2 muje, 5 muje, zoti Kurti me përjashtu nga qeveria, me u thonë, hajna ko kanë këta, i qita jashtë për qeveria dhe me vazhdua i bashkëqeverisë, se nuk është sikur rasti kur e shkarkun zotin Kurti për shkak se të numrat që i kishin barabartë. Dhe tash, pse Isa Mustafa Vjosa Osmani na sillen njëjtë me gjuhën e vetëvendosjes, pra, po e akuzojnë të tjerët që s'po na leni me qeverisë, dhe pse këta tjerët nuk po din me umbrojt për i këtyne akuzave që po ju bëhen grup nismetarëve për shkarkimin e Abdi Gjikut. Po, mas pari kjo, unë mendoj që LDK, edhe është e vërtetë që LDK për një kohë gjatë ka qenë që ky diskutimi, domethënë, më shumë njerëz rreth LDK-s, po edhe brenda LDK-s, kush është me atë parti, kush është me këtë parti, jo keni tradhtu LDK-n. Dhe këto më shumë dhe ka bërë Vjosa Osmani kohëve të fundit. Pastaj mbas edhe zoti Abdi Gjiku ka qenë pjesë. Po personalisht delegat. Si mendsi po flas. Domethënë dhe këto kemi të Vjosa Osmani për shembull prej mos votimit të qeverisë Isa Mustafës. Arsyeja ka qenë pse është me PDK. Edhe këta e mundu me shëndru në ideologji politike mos bashkëpunimi me PDK. Që është absurd për mendimin tim. Ideologjia politike nuk kupton mos me bashkëpunu me parti, po me zbatu programin tënd. Që aty është ideologjia. E ato ti e zbaton me konti ka votat. Nëse mundesh, nëse s'mundesh rën. Që ka dhon nga ligezi kur s'mon. Po kur mundesh. Kur s'mon prit kur mund. Po të dush me prit. Mirë, po kjo unë zbashkëpunoj me këto, unë zbashkëpunoj me ato, kjo s'është ideologji. Edhe kjo është unë mendoj që pak është edhe keq kuptimi pozicioneve të vetëvendosjes më herët të vijave të kuqe kështu me radhë. Edhe vetëvendosja ka shku vija ty i bë pembe ka pak. Derisa i ka hjekë. Dhe tash çfarë po ndodh në LDK sot? Mu po më çudit pse për shembull hala përdoret kjo gjë. Tazëm, nëse dje ka qenë PDK-ja partia më e madhe, kur ishte zoti Thaçi, pastaj kur ishte edhe zoti Veseli, kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, ti ke mujt me thonë që me shku me PDK-n, PDK-ja ka interes, se është partia më e madhe dhe i vjen një partner koalicioni. Apo që ka dash për shembull zoti Thaçi dhe zoti Veseli në vitin 2014. LDK-ja me shku me bashkëpunu me ta, që me bëj qeveri, se ndryshe s'mëshin me bëj. Pra ka kuptim me thonë ti po do me shku me PDK-n kur ajo është afër pushtetit. Po që tash, këta që thonë LDK-ja po do me shku me PDK-n, ku me shku me PDK-n? Çfarë me bëj me ta? PDK në opozitë. Kush ka thirrë? Kush ka thirrë te PDK-ja? Sa ta do marr me vetëm pashtu. Ku je të shku? Pra që tash po thonë jo këta po dojmë me marr LDK-n me PDK-n. Për çka? Ku je nis? Tash po ka kuptim me thonë ka një grup që po dojnë me shku në koalicion me vetëvendosjen. Legjitime është kjo. Diskutoje brenda partisë dhe me vendimin. Dakord jam. Bën në koalicionin. Në koalicion kujdesu që ti më marr rolin tënd. Dhe në koalicion kujdesu që qeverisja të cilën ti e ke kritiku, me ndryshu. Pra nëse ti hin koalicion si LDK, ose si PDK, ose si AK, cilat të qoftë, dhe bëni njëjtë si mendësia qeverisje e vetëvendosjes, kjo është humbje për Kosovën. Nëse ju arrini me ndryshu, kjo kishte me qenë fitore për Kosovën. Dakord jam? Po. Kështu që këtë kuptim që kjo dikotomia, që kjo kundërtia, dojen me LDK, dojen me PDK, për mua s'ka kuptim në rrethanat aktuale. Kjo dëmton veç LDK. E dëmton LDK. E dyta, me thonë që problemet këtu, po na e pamundësojnë krijimin e institucioneve, është diskursi i vetëvendosjes. Dhe mendoj që gabim kur tha kryetari Abdi Gjiku. Edhe me Moza Kusari po e mbruan LDK-n. Tash, a mund të jetë pasoja? Kjo mund të jetë. A është shkaku? Nuk mendoj që është.
Shkaku mund tjetë këtë gjë. Pasoja pastaj edhe mund tjetë kjo. Për shembull, po LDK-ja nuk po më ka në rrethanat aktuale me i vazhdu negociatat plotësisht pajtohen. Inshallah. Vetvendosja ka edhe parti tjera. Po mëre? Pra ti nuk mundesh me shfaqsu vetvendosje me thonë, mos s'me bëj ka vetvendosja me LDK-n, atëherë po e kuptojmë se me këta tjerë kjo s'do me fol. Nëse LDK-ja s'do me fol 2025, s'do kemi fol me asnjërin. Kujtohet? Po. LDK-ja. Po. Shumë mirë, po dojmë lajt në opozitë. Po. Ti s'mundesh tash me se Po pasojë çati vendimit gabum të Lumir Abdixhikut është sot. po, mirë po Se ande ishë në qeveri. Lojë qeveri, dhe ishin kryeministër kushdo që ishë zgjedh. Po atëherë ka qenë, për shembull, atëherë LDK ka pas dy mundësi. Atëherë ka pas kuptim me thonë, apo bëjmë me vetvendosjen me PDK-n, 2025. Se më i kemi bollet ne. Atëherë po, që tash kjo s'ka kuptim. Se s'mund si ka vota. S'mund me bo, edhe më bo këtë, bashkë me bo. Dhe e dyta që është e rëndësishme tash për LDK-n për mendimin tam është që megjithatë i kom pa palët, kushdo që janë palët aty, të gjithë thonë letë vendosin organet e Ligjit Demokratike të Kosovës. Kjo është demokratike. Dhe na nuk duhet tash me egzageru me thonë që ka bot nomre aty. Po pe egzageron Abdixhiku. Tash sjellja e njerëzve brenda Ligjit Demokratike të Kosovës mundet me e bë këtë proces më të rëndë se sa që duhet me qenë. Është proces normal, është diskutim normal brenda partisë, ka paknaçi dhe paknaçit duhen adresuar, të shohim ajo shumica pakisë të paknaqërit. Mirë po, çka ndodh më pastaj, ka më qenë gjëja më e rëndësishme që ka më definuar. Mas pari çysh kryhet kjo? Kush fiton, ta zëm. Dhe e dyta pastaj ai që humb, çka ndodh me ta. Sepse ti mundesh me humb garën brenda partisë. Po. Po ta pastaj ç'a bën me ato, a e pranon rezultatin e kuvendit, është gjëja më e rëndësishme. Dhe ka për mendimin tim nga pak elemente shqetësuese të deklarimeve publike, të cilat thonë që mundet me pas probleme edhe pas vendimit të kuvendit. Për shembull, zoti Abdixhiku tha që pasojat për këtë do t'i bartin ata që kanë nisë procesin. Cilat janë pasojat? Ta zëm, shkojmë kuvend, Abdixhiku e humb garën, që mundet me humb. Nuk e di ja humb ajo. S'po them që do të me humb, as do të me humb, se puna jam. Po nëse e humb, çka ndodh, cila është pasoja pastaj? Zot, bëhet një kryetar tjetër. Po të parë s'është pasojë. Ajo është vendim i partisë. Dikush e konsideron rezultat, jo pasojë. Po të? Ata që kanë iniciuar. Sakt, do të thonë se do me pas pasoja pas asaj. Kur gjë. Po e lidh fatin e vet me partinë. Nëse nuk jam unë, ku mbetet partia? Legjitime që është zoti Abdixhiku. Natyrisht që është legjitime, po. Mendon që është kryetari më i mirë i LDK-s. Dakor. Shumë mirë, po edhe një gjë është dashur me ditë zoti Abdixhiku. Pse nuk i shkojnë men me komentu në asnjë pikë, asnjë fije deklaratën e Vjosa Osmanit, e cila tha, po mos të shohim LDK, ajo kish me qenë 9%. E tha në debat plus. Tani si mundesh me mbi vendos me vlerë dikë tjetër që e ke marrë nga Albin Kurti, pasi që ka përzon Albin Kurti, dhe mi adhon krejt kreditat që ty të ka rrit partin, e ndërkohë me pretendu që ti e të e majt partin. Tash janë, nuk mundën me qenë dy të vërteta. O e ka rrit Abdixhiku, nga 13%, 16%, o e ka rrit Vjosa Osmani, nga 9% që ajo pretendon, në 16%. Nuk mundën me qenë të dyjat. Jo, veç është vendimi i Abdixhikut me pru Vjosa Osmani. Po pra, po e pas ka rrit me Vjosa Osmani. Sakt. Jo me vetën, si kryetari partije. E nëse ke rrit partin me Vjosa Osmani, me ardhjen e saj, atëherë, për çka jeti kryetar aty? Pse duhesh me qenë kryetar, nëse dikush tjetër po dashka me ta rrit ty partin? Dhe kush me ta rrit partin? Një shërptore e Albin Kurtit. As notere, mo, shërptore. Njeri maj dëmshëm që ka pas politika jonë, është Vjosa Osmani. Dhe këto pasoja kemi me vujt gjatë, dhe tash kemi fillu me i pa, si që është kapja edhe prokurisë së shtetit, për cilin kemi folë vazhdimisht këto, dhe i kam paralemru me skenar se çka ka me ndodhë, dhe ndodhi. E morën krye prokurorin për Hariu Koft. Ta shohim qysh a ma shumë e lufton krimin, a ma shumë mbyllë raste. Vish ta shohim. 7 vjet kanë pas. Ta shohim, shumë mirë brece, shumë mirë. Do me thonë, duhet me ndodhë disa gjana, duhet me ndodhë disa zhvillime. Mirë, ta presim. Bova ki e kem gabim në amre me zotin Gashi, bova ki edhe Albin Kurti ka llogarit në të kështu, ku me di çka del pejtina. Si të qoftë, nuk shpresoj shumë. Po me gjithatë, tash me u kthyte të subjekti politik, tregona i nderuar, a ki vlerë ti ma shumë, a ka vlerë Vjosa Osmani në LDK.
kur të na qartësësh këtë pozicion, atëherë ne mund të diskutojmë se a mund të ketë vlerë Abdullah Hoti si kryetar i LDK-s, nëse bëhet, përparim Rama si kryetar i LDK-s nëse bëhet, apo jo. Pra ti peshojmë gjonat. Derisa nuk i peshojmë këto, veç hidhet mjegull kështu për ta mbrojtur vetën. Unë mendoj që gjëja më e rëndësishme për LDK-n dhe më urgjente, do të kisha më thonë është që edhe uroj që në kuadër të këtij diskutimi që kanë të brendshëm, tjetër edhe kjo pjesë e diskutimit, është identiteti politik i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Që nuk e ka më. Ata duhet me rikthy identitetin politik të vetën, nuk kon LDK-ja si LDK. E pastaj me kanë vendosin me bashkëpunu për mua është rëndësi dytësore. Ajo le të jetë vendimi i partisë dhe në rregull është, unë megjithatë mendoj se është legjitime me bashkëpunu me këndështar Armenia që mund të shty përpara programit tonë. Dakor jam. S'jam për vijat kuqe, kom qenë gatë për vijat kuqe mos jam. Mirë po, jo me hipa identitet, jo bashkëpunimi me qenë si shpëtim, ose jo me pa shpëtimin tonë si parti, ose si individ përmes bashkëpunimit. Dhe pastaj duhet që ata që bashkëpunojnë, për shembull në këtë rast zonja e Osmani dhe zoti Abdi Gjiku, duhet me dalë dhe më na kallëzu çka mendojnë tash për fjalë që i kanë folur për Albin Kurtin kur nuk bashkëpunojnë. Se jo kon fjalë trona, nuk do të më harru që nuk që kon fjalë trona. Për shembull, e kanë qenë njerëz të rrezikshëm. Për shembull, Vjosa Osmani ka do pyetje për Albin Kurtin, çka ke folur me Escobarin në Vučićin kur s'o kon kërkush aty. Tash ai presin as ato përgjigje ajo. Edhe ana i bën koalicioni potencial se ato përgjigje ajo, se mua më interesojnë për shembull. Po s'pebojmë më pyetje. Po vështirë shkëndesht. Domethënë cilë ta shëndrimi për gazin amerikan. Cilë shëndrimi për presidentin. Marrëveshjen e mundshme. Kush e merr president? Se LDK ka dalë ka thonë na jemi për president partijak. Apo nuk e shkojna me Albin Kurtin sa ai po do me marrë këtë pozitat, na mendojmë që na do të me pas president. Edhe luftojmë për mi bëu votat për atë punë. Dakor. Tash cilë presidenti? Vjosa Osmani. Nëse Vjosa Osmani atë Albin Kurti do të dalë nga u përgjigj, po pse bëjmë më herët mos më nashi unë zgjedhje. Nëse Vjosa Osmani, nëse e merr presidentin Albin Kurti, këta do të më dalë nga përgjigj me thonë, po çasja pranoj shit para 3 muajve. Po. Kupton? Se keni folur tash mora. E po tash zoti Abdi Gjiku po mendon se duke marrë pushtet e shpëton veten si kryetari i LDK-s. Dhe dikush tjetër po mendon se duke ja pambonsu Abdi Gjikut me marrë pushtet e rrezojnë dhe kështu e shpëtojnë LDK-n. Po diskutimi për brenda për te kësaj, kush është kryetar që është e rëndësishme, për mendimin tim është mas pajtë me diskutu qa është Lidhja Demokratike e Kosovës si parti. Cilat janë problemet politike të Lidhjes Demokratike e Kosovës që nuk po mundet me dalë për te i venit të tretë. A ka qenë vetëm probleme me kryetarin që mund tjetë, apo ka pas edhe tjera? Lumir Abdi Gjiku do të me qenë korrekt. Nuk ka që s'ka pas rezultate në Lidhjen Demokratike e Kosovës dhe nuk ka që se ka nisë këtë proces. Qysh e ka bërë kështu mujna me diskutu. Rruga e re ka qenë ide për mendimin tim, për me gjetë identitetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në vitet që po vinë, politik po flas. Kështu ka qenë synimi. Saktë. Dhe që pas ka arritë, tash mujna me diskutu. Tash, unë mendoj që probleme me identitetin kanë secila parti. Ka edhe vetëvendosje, po vetëvendosja ka lider të fortë, prandaj nuk flet për identitet sot. Amo nëse ka një parti e cila ka humb identitetin e vet të krijuar më herët është vetëvendosje. Sot se kiqat vetëvendosje. Po është fitu zgjedhjet, edhe realisht njerëz nuk e çelin këtë temë aty. Kur çelet pastaj ka më qenë e keq. Po në këtë drejtim unë mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës duhet gjithçysh me i bë dy gjëra. Një me pas diskutimin politik. E dyta, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës duhet me ecë dorë nga ideja e ruajtjes së votës ose kthimit të elektoratit tradicional, se s'ka më elektorat tradicional. Jo më. Ti duhesh me bë vota të reja. Leja ato që të kanë votu përpara se s'janë më. Po i ke po ta LDK-s të PDK-s më shumë janë në për të pame se sa që janë në për dasma, së pju des elektorati. Po ka dalë mërë se janë do të rriqë, tu që janë të hinë... Që ata ti dush me i tërheqë. Dhe qysh i tërheqë ata, ose cili kryetare i tërheqë ata... Si janë atraktiv për elektoratin e ri, kjo fatkeqësi është për ta. Visar jemi fare në fund se koha e verës edhe natyrisht ma shkurt të diskutojmë për shkak edhe të kampionatit, për shkak se edhe njerëzit janë pushime, janë tupina i gotë, kështu mramjeve. Pyetjen e fundit edhe të shkurt, fare në shkurt, s'po lypi kështu prognoz, po një lloj ideje. Kush do të jetë kryetari i LDK-s? Unë mendoj që gjasat më të mëdha, domethënë duke gjykuar nga profili publik që ka përparim Rama, për mendimin tim,
ai është i paprovuar si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai ka arritur disa suksese të jashtëzakonshme elektorale, po flas në Prishtinë, është aktualisht çaj profili i politikanit për të cilin faleminderit që tash kuptimin që është atraktiv për të ri, ka karizmë e kështu me radhë. Unë mendoj që kjo do të jetë, mirë po, mund të jetë, se nuk e di ja do të jetë, mirë po unë mendoj që kjo do të me pas një përmbajtje shumë më të qëndrueshme politike, si Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse përparim Rama, nga kryetari i kryeqytetit, ka një ide kogja mirë kështu të mendume për zhvillimin e kryeqytetit, pak shka që disa punë mujnë me ngecë, po politika nacionale kërkon diçka më shumë. Sigurisht. Duhet me theksu se LDK-ja ka humbë zërënishin. Pra këtë regionin, ka humbë Obilicin, ka humbë Fushë Kosovën, ka humbë Podojeven, ka Koqe, ka humbë, e ruan vetëm Prishtinën. Për shkak të përparim Ramës, natyrisht. Është mandati dytë që ka fitu, si përfaqësuesi i LDK-s, pra. Dhe duhet me pas parasysh njerëzit një gjë të tillë, dhe duhet me pas parasysh edhe përparim Rama. Nëse bëhet ai kryetari i LDK-s, ai duhet me garu thujse vetëm. Nuk mundet me undrru, si me thonë, vetëm kryetari, e ti me i pas do njerëz, do figura që i kanë qëndru afër secilit kryetar dhe natyrisht kanë dështu bashkë me kryetarin. Përparim Rama, nëse bëhet kryetari i Prishtinës, duhet hyj vetëm për ta nëse mundet, Albin Kurtin. Po e mori këtë strukturën mrapa, do dështoj si kurse edhe këta tjertë. Me çka që kishim personte, unë shpresoj që njerëzit pushojnë në këtë verë, sepse vjeshta, fillimi dimrit do t'jetë i nxehtë politikisht për shkak të zgjedhjeve të ardhshme. Mirupafshim.